Lirimi 20 pengjeve izraelite e pritet të nisë mëngjesin së hënës. Hamas ka konfirmuar se përgatitjet kanë përfunduar dhe se lirimi i tyre do të realizohet në 3 lokacione të ndryshme në rripin e Gazës. Sipas marrëveshjes së armëpushimit të arritur mes palëve, Hamas është i detyruar të dorëzojë të gjithë pengjet e gjalla, si dhe trupat e pengjeve të vdekurave, vendodhjet e të cilëve i di deri në orën 12 të mesditës së hënës. Si shkëmbimi Izraeli do të lirojë 250 të burgosur palestinez dhe 1700 të ndaluar nga Gaza, përfshirë dhe 10 fëmijë. Ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump do të nisë mbrëmjen e së dielës drejt Izraelit, të hënën në mëngjes pritet të flasë përpara parlamentit izraelit dhe mendohet që të hënën të takojë disa prej pengjeve që do të lirohen nga Hamasi në një nga qendrat spitalore të pritjes. Në Tel Aviv, qindra e mira njerëz mbushën sheshet për të falendëruar Donald Trump për planin e paqes, që u kthyen edhe pengjet e mbetur gjallë, ndërsa shprehen edhe zemërimin ndaj kryeministrit Netanyahu. Trump më pas do të udhëtojë drejt Egjiptit në Sharm el Sheikh për të marrë pjesë në samitin ndërkombëtar të paqes dhe të firmos zbatimin e marrëveshjes së plotë mes Izraelit dhe Hamasit. Në këtë ceremoni janë të ftuar edhe krerët e 20 shteteve, si i Turqisë Erdogan, presidentin francez, kryeministri britanik dhe ajo italiane Meloni, si dhe liderët e vendeve arabe.